Këshilli i Bashkësisë Islame i Malishevës ka organizuar një iftar të përbashkët me shumë personalitete, përfaqësues të institucioneve dhe shoqatave të ndryshme, ku me këtë rast ka bërë edhe prezantimin e projektit për xhamin e Gurit, e cila do të ndërtohet në qendër të qytetit të Malishevës. Kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës, Mufti Unaim Efendi Tërnava, i shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij, ka marrë pjesë në iftarin e shtruar nga Këshilli i Bashkësisë Islame i Malishevës, në të cilin edhe u bë inaugurimi i projektit të xhamisë së Gurit, e cila pritet që të ndërtohet në qendër të qytetit të Malishevës. Muftiu Tërnava në fjalën e tij para të pranishmëve fillimisht falenderoi kryetarin e Malishevës, zotri Ekrem Kastrati, për bashkëpunimin e deritanishëm që kanë pasur me Këshillin e Bashkësisë Islame së Malishevës dhe më pas edhe administratën e këtij këshilli për realizimin e këtij projekti, të cilin ai e quajti madhështor. Ai tha se mësimet kuranore dhe hadithet profetike na mësojnë se si të kujdesemi për xhamit, të jemi besimtar të cilët e falin namazin dhe të japim zekatin. Në këtë inaugurim i pranishëm që edhe kryetari i Malishevës, zotri Ekrem Kastrati, i cili përgëzoi Këshillin e Bashkësisë Islame të Malishevës për këtë projekt, duke potencuar se si institucion jemi shumë të gëzuar dhe presim me padurim edhe për urimin dhe hapjen e kësaj xhamie sa më parë. Malisheva tash në tutje që ka marrë një rrugtim të ri, që Malisheva ta bëjë vërtet urbane, edhe ky projekt për ne është një simbol i jashtëzakonshëm i fesë sonë, i besimit tonë që t'i përkushtojmë më shumë besimin dhe Allahu xhallahu. Prandaj komuna e Malishevës do të jetë për krah këtij, jo vetëm këtij projekti, por projekteve tjera të iniciuara gjithmonë në interes të qytetarëve të komunës së Malishevës. Po njëkohësisht ju bëj thirrje të gjithë neve që tashmë këtë projekt ta jetësojmë, këtë projekt ta mbështesim, ta finalizojmë edhe ta financojmë me të gjitha mundësitë tona buxhetore dhe financiare që kemi, individuale, familjare, po edhe biznesore. Kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame së Malishevës, Sead Paqarizi, falenderoi të gjithë ata që në çfarëdo mënyre kanë kontribuar që të realizohet ky projekt. Me një falënderim të veçantë falenderoi bizneset për përkrahjen e tyre të vazhdueshme dhënë për Këshillin e Bashkësisë Islame të Malishevës. Me një fjalë rasti para të pranishmeve u paraqit edhe drejtori i shoqatës Jetimat e Ballkanit, Halil Kastrati, i cili përgëzoi dhe uroi gjithë besimtarët për këtë projekt. Ai tha se ne si shoqatë do të kontribuojmë me 100.000 euro për realizimin e këtij projekti.